Do t'i përshëndesja në këtë pamje këtë bukur. Është plazhi I Mentonit në Francë, dhe siç e shihni çadrat dhe hapësira është gjithë publike, njerëzit vinë vetë, sjellin çadrat e tyre, format e tyre, edhe bëjmë plazh këtu. Deti është shumë I qetë, nuk ka shumë dallk, është kristal I pastër, njerëzit vinë kënaqen. Ajo që më bë shumë përshtypje ndryshe nga Shqipëria. Edhe policinë e ke këtu gjatë gjithë kohës që ka plazh. Edhe Baywatchin e keni po këtu, që s'lëviz në asnjë sekond, nuk lëviz nga vendi I qëndrimit, roja detare, siç e shihni. Dhe ajo që më bë përshtypje më shumë, që po thoj pak më lart, është që këtu ka njerëz që vinë si puna e kësaj plagës këtu për shembull. Po që ka nga ata që vinë nga 20 minuta, për shembull, bëjnë plazh 20 minuta, ikin, vishen prap, edhe vazhdojnë jetën e tyre. Dalin punët, bëjnë punët, programin ditor që mund të kenë, dhe vazhdojnë. Ka njerëz që vinë, qëndrojnë gjysë orë, 1 orë, ikin, kthehen prap, por si ishte kjo që dohet thoja, ishte ai që nisa pak më lart, që ndryshe nga Shqipëria që e kam privatizuar Bregdetin, jo vetëm Bregdetin, por edhe ujin, edhe detin, edhe rërën, edhe hapësirat e tjera, nuk ke as vend parkimi, nuk ke as vend ku të bësh plazh, nuk ke as vend ku të lëvizësh, nuk ke as ujë, madje edhe ujërat e zeza të hoteleve ose pallateve, ndërtesave që janë bërë e panumërta në Bregdetin shqiptar, e ke që derdhen gjithë, shkarkohen në Bregdet. Tu ka një lloj qetësie, gjë këtë ndryshe nga ajo se çka jemi mësuar të shohim në Shqipëri, qoftë në jug, qoftë në Adriatik. Nuk ka as zhurmë, as muzikë lart, po t'i bish gjithë ti Bregdetit, vijës Bregdetit të Mentonit, e shef që nuk ke fare kështu nga këto lokale që të ketë zhurma, ndotje akustike, njerëzit flasin me shumë qetësi, merren vesh me shumë kujdes me njëri tjetrin, respektohet privatësia gjithë secilit. Pastërti, qetësi, këtu është edhe rruga që shkëndant duket sigur është një qytet I braktis, nga qetësia që ka, duket sigur është një qytet I braktisur, madje edhe Bregdeti, edhe pse ka shumë njerëz që po bëjnë plazh, duket sikur s'ka njerëz fare. Ja, siç e shihni, është plot. Ka edhe nga të që lajnë edhe kështu që bëjmë plazh edhe topless. Se normalisht duhet me udhëzi nga të gjitha pjesët e trupit. Është shumë e rëndësishme. Në nxira. Spektakël. Edhe vargat që janë atje ruajnë distancën e tyre. Por është një të kujton ato plazhet e Dymishit në Shqipëri. Paktën ne që kemi kapur edhe më të hershme, që vinin njerëzit, bënin plazh vetë. Ishte gjithë Bregdeti ishte publik. Por jam dakord me se duhet të ketë edhe privat, por puna është që duhet të ketë edhe publik. Ka njerëz që nuk duan të kenë bënë, nuk kanë mundësi ekonomike, marrin çadrën e vetë me vete, siç e kanë marrë këta. Edhe ku jemi ne, ku është Franca me ne, edhe prap njerëzit jetojnë në format më natyrale, më të thjeshta. Do thoni ju për pastërtinë. Tu kam parë kishte edhe njerëz që vinin e pastronin vetë në mënyrë vullnetare, por kishte edhe nga vetë
bashkia që vinin vajza dhe djemë të rinj që mblidhin mbeturinat që mund ketë. Edhe pse ka kosha kudo, ja ku janë koshat. Ka kosha kudo. Nese si ju çava drasët. Po kjo është ajo. Kjo është s'ka na mungon ne jemi gjithë të etur dhe të rritur për të përfituar, për të marrë sa më shumë. Dhe jemi fut mrena ndet në Shqipëri, duke u fut, duke ndërtu, duke pidha dhe ujin e detit, duke përfituar maksimalisht nga ato siç ka natyra. Ky është njeriu. Ky është njeriu shqiptar që i babzitur vetëm për të marrë dhe për të mos i dhënë asgjë natyrës. Deri në atë pikë që merr derisa i dëmton dhe shkatron natyrën, por shkatrojmë edhe njëri tjetrin. Rastet i dini vetë se janë prekshme, i keni parë gjithë, se si e kanë dëmtuar dhe se si e kanë shfrytzuar dhe ty nuk të lejojnë që ti ç'ka bësh plazh, siç po bëjmë ta këtu për shemb. Plazh publik. Madje më rastisi para disa ditësh në Golem, kur shkoj atje në Golem edhe një zonjë më thotë që mos u fut aty në ujë, thoshte se kam privatizuar atë. Pse? Se kishe vendosur një nga këto lojrat, pak më të madhe se sa ajo që është atje. Kishe vendosur lojrat atje. Edhe teksa futesh tek bregu nuk kisha, se kisha mend për të shkuar tek ajo loja që kishe vendosur ajo. Por më thotë largohu se është hapësirë publike, është hapësirë private, është e imja ajo, hapësira aty. Pra jo vetëm se kishe zaptuar rërën edhe bregun e detit, por kishe zaptuar dhe detin. Edhe në det nuk lejonte mu fut. Mos u fut është se është pjesë e imja dhe ajo atje brenda. Edhe pse po rri aty ke bregu, pastaj në moment tjetër mos qëndro aty tek bregu, thasë po më prish imazhin e biznesit. Të çudirat ata shqiptarë që shtohen çdo ditë keni raste të tilla. Njerëz të korruptuar, njerëz që vetëm shohin interesin e vet dhe të dëmtojnë ty që ti mos jetosh në atë hapësirën publike, që çdo kush që është i lindur në atë vend, dhe jo në atë vend, por në çdo rrezull toksor, përderisa dikush shkon bën pushime në Spanjë, në Francë, kudo që mund shkojë, në Turqi, pra ai vend jo më që nuk është më i shqiptarëve, por është i gjithëve. Është një hapësirë që mund vi një turk, një francez, një spanjoll mund vi të bëj pushime aty. Por kjo shqiptarja që i kishe privatizuar atë, thoshte jo më për ata, por edhe për ty që je shqiptar, është e palejueshme që ti të futesh në det, qëndrosh në rër dhe më përtej. Shijojnë. Do bëhet edhe Shqipëria e tillë, por në momentin kur ne të rrezojmë Ramën brenda vetes, pastaj të rrezojmë edhe Ramën atje që kemi kaq ditë që duam ta rrezojmë. Po nuk rrezuam Ramën që kena brenda vetes, vështirë kemi të rrezojmë Ramën atje.